Milan Radojić, që akuzuar për sulmin në Banjë, vazhdon të qëndrojë në Serbi dhe nuk është dorëzuar para drejtësisë ani pse kreu sulmin terrorist në Banjsk. Sipas raportimeve, ai ka krijuar një grup prej 200 personash që veprojnë si mbrojtje fizike edhe për strukturat pranë presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić. A është kjo një shenjë se të njëjtit nuk kanë në plan në fakt ta dorëzojnë Radojićin? Këtë çështje dhe disa çështje tjera që lidhen me sigurinë vendore do t'i diskutojmë së bashku me zotri Hysen Gecaj, i cili na paraqitet pas një kohë në Kosova Today. Zotri Gecaj, gjithmonë kënaqësi bashkëbisedimi me ju. Faleminderit, mirë se u gjej. Faleminderit shumë që jeni në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Unë do e nisja në fakt me një deklaratë të fundit të kryeministrit shqiptar Edi Rama, që i ka quajtur një porosi goxha të sertë Vučićit, duke thënë se nëse preket Kosova, preket edhe Shqipëria, pavarësia e saj është e pakthyeshme. Pra, e ka thënë në kuptimin e sigurisë, zotri Gecaj. Sigurisht që ka thënë në kuptimin e sigurisë, sepse në aspekte tjera Kosova është shtet i konsoliduar, ashtu konsiderohet edhe nga Shqipëria, prandaj kur flasim për raportet mes Kosovës dhe Serbisë, atëherë në rand parë flasim për raporte që i përkasin nivelit të sigurisë. Dhe ky mesazh i zotit Rama për Vučićin nuk është hera e parë që i drejtohet në pak a shumë në këtë mënyrë. Ju e dini shumë mirë që kishte edhe një rast kur zoti Rama në Beograd e tha troq dhe drejt për drejt në prezencën e Vučićit se Kosova është shtet i pavarur. Dhe me këtë natyrisht nuk ka pas nevojë t'i thuhet diçka më tepër dhe t'i përshkruhet në detaje se si do të sillet dhe si do të veprojë Shqipëria, por kjo është lënë atë kohë të nënkuptohet. Mirë po tani kjo deklaratë është shumë e drejtë për drejtë dhe shumë e qartë, edhe për arsye se kanë kaluar bukur shumë vite nga tendencat dhe tentativat për të normalizuar gjendja në Kosovë dhe për të kriju raporte relaksuese mes Serbisë dhe Kosovës, dhe kjo gjë nuk është arrit me fajin e Serbisë. Prandaj po besoj që zoti Rama e ka patë arsyeshme që kësaj radhe të ketë një fjalor më direkt dhe më pak politik dhe diplomatik, çka për mendimin tim mendoj që është në rregull dhe është në një moment dhe një kohë kur duhet thonë gjana troq, për shkak se Kosova po kalon vitet të tona me një problem në veriun e saj, ku është krijuar një zonë gri në të cilën kanë ndikim grupe të ndryshme terroriste, po edhe formacione të ndryshme politike që janë kundërshtim me kushtetutën e Kosovës dhe me politikat e Kosovës. Prandaj këtë e shoh në fakt si një uvertyrë në një etapë të re ku duhet të ketë një qasje të re edhe të bashkisë ndërkombëtare, po edhe vetë Shqipërisë në raport me Serbinë dhe në raport me qasjen që ka Serbia kundrejt Kosovës. Por zotri Gecaj, a lidhet ky deklarim i Ramës në këtë moment edhe me armatimin kinez të cilin po e reklamon Serbia aktualisht? Shqyqoni, përsa i përket reklamimit të armatimit kinez, nuk besoj se lidhet shumë vetëm me atë pjesë, po lidhet me vazhdimsinë e sjelljeve që i ka bën Serbia në raport me Kosovën. Se përndryshe është ditë çmoti që Serbia edhe në të kalumen ka pas armatim më shumë se sa Kosova, dhe kjo gjithmonë ka pas një sinjale që Serbia është kërcënim për Kosovën. Mirë po tash është një momentum i ri edhe gjeostrategjik, edhe gjeopolitik, me të cilin zoti Rama si duket ka prirje për ta nxënë hapin në kohë dhe për të bërë reagimet në kohë. Dhe kur jemi zotri Gecaj, mbas edhe armatimi që merr nga Kina, së fundmi pra ka qenë një veprim tjetër nga Serbia që ka armatosur avionët e saj me raketa hipersonike kineze, që në fakt këtë në një farforme ja qenë një kërcënim Shqipërisë edhe Kosovës. Sigurisht që është kërcënim edhe për Shqipërinë dhe Kosovën, po jo vetëm këto dyja, është kërcënim po ashtu edhe për Maqedoninë e Veriut, ku është shumë lehtë për të ndezë konfliktet etnike dhe pastaj ajo të përhapet më tutje si një luftë
në Ballkan dhe po ashtu kemi edhe Bosnën e Hercegovinën, e cila është target i Serbisë. Dhe këto kërcënime janë permanente, janë të vazhdueshme, por unë këtë e shoh më tepër si një mbajtje në tension të gjendjes në Ballkan përgjithësi, në veçanti në raport me shqiptarët. Pra, kur e them me shqiptarët, e kam fjalën edhe për Kosovën edhe për Shqipërinë, dhe është vazhdimsi e tensioneve që i përgjigjen edhe vetë Rusisë, e cila ka për synim që ta mbajë këtë region nën tension, sidomos tani kur është hapë edhe një vatër e re, krizën e Iran atje, dhe ku fuqitë e mëdha si Rusia, SBA-ja, India e tjera e shfrytëzojnë këtë momentum sepse është i përshtatshëm për ta. Mirë po, unë kam një bindje që në këtë aspekt, pa marrë parasysh se si do të shkojnë punët, Kosova qëndron shumë më mirë se sa Serbia, për shkak se alianca e cila është prezente këtu në Kosovë, pra NATO-ja, është përcaktuar qartë se cili është synimi dhe qëllimi i saj. Ishte në fillim rrugja e stabilitetit dhe paqes, mirë po njëkohësisht me kalimin e kohës është pa që NATO-ja duhet të përgatitet edhe për situata të tjera të jashtëzakonshme, në mënyrë që kjo pikë neuralgjike e Ballkanit, e cila nuk është në fakt një pikë neuralgjike vetëm mes Kosovës dhe Serbisë, po është një farë nyje gjeostrategjike e lindjes dhe perëndimit, për shkak se shumë rrugë të rëndësishme kalojnë për këtë pjesën veriore të Kosovës, gjithsesi në Mitrovic, një drejtim i cili çon ka Drenica dhe në rrafshin e Dugazhinit, dhe tjetri drejtim përmes Mitrovicës, Voshtrisë e tutje në pjesën tjetër deri në Gjilan. Cilat janë situatat për cilat duhet të përgatitet NATO? Çfarë parashihni ju, zotëri Gecaj? Në fakt unë situatat që i parashoh, këto kanë karakter preventiv, parandalues. Nuk kanë karakter me cilin do të duhet mendojmë se duhet përgatitemi edhe të fillojmë luftën patjetër, por kanë karakter parandalues. Në mënyrë që mos të ketë ndonjë befasi eventuale, çfarë do niveli dhe çfarë do lloji qoftë ajo. Pra të ketë vigjilencë në fjalë të tjera, po. Sepse nga përvoja që e kemi që nga rasti i Banskës dhe tutje, e kemi kuptuar që nga njëherë edhe konfliktet fare të vogla në dukje mund të eskalojnë dhe mund të rritën deri në ato përmasa sa mund të paraqesin problem për stabilitetin e Ballkanit. E qartë, zoti Gecaj, na duhet ta mbyllim për shkak të edicionit të lajmeve, vetëm pas pak nis këtu në Klan Kosova, por ne jemi shumë falenderues që sot ju kishim në program dhe urojmë shumë shpesh ju kemi kështu me lidhje, në mënyrë që ta kursejmë pak edhe kohën fizike për ju. Patjetër.